top 10 këngëtarët ma dëgjum gjatë janarit në Spotify, njerëz. Excited jam. Këne kena numër 10. Numër 10 është Kera. 840.000 dëgjues mujor e nxën vendin e 10 Kera. Konga e ti ma e dëgjume është Malli me 70 milion dëgjime. Shout out Kedës. Për të sotin muj është në top 10 që Kera. Vazhdimisht ka qenë prezent top 10 që. Numër 9. Mozik. 860.000 dëgjues mujor. Konga më e dëgjume në Spotify e muzikut është Bunny. Ich bin Bunny, du bist Clyde. Me Loredanën e ka, apo me Loredanën 85 milion dëgjime. Numër, ku jena tash? Numër 8. Shkojmë kush është numër 8, mos e kthe ka kamera kur ma jep se e shohim para kohë. Numër 8 është Don Gjoni, 963.000 dëgjues mujor Don Gjoni. Kjo është, do me thonë, numri i dëgjuesve mujor të Don Gjonit për gjatë janarit e ka nxonë pozitën e 8. Konga më e dëgjume në kanalin e tij në Spotify është Lej, me dhurata dorën plot 33 milion dëgjime. Qëre tash, çka mundi me vrejt këto për një 4-5.000 për shembull, nëse u konë 995.000 pezojna dëgjues mujor, ja kum lanë 1 milion, se kum këqyr për pak, amo për shumë e kum këqyr. Numër 7. Dafina Zeqiri me 1.1 milion dëgjues mujor. Konga më e dëgjume e Dafina Zeqirit në Spotify është Ku jeti me Riki Riqin, 31 milion dëgjime. Numër është Sick. Don't play with the devil. Numër 6 është Era i Strefi me 1.4 milion dëgjime për gjatë. Dëgjues mujor e që ka rastis në janar me qenë e 6, do me thonë. Konga ma e dëgjume Era i Strefit në Spotify është Bonbon, normalisht, me 158 milion dëgjime. S'po mundet me top Era Bonbonin, edhe pse është lansu që 10 vjet, në 2016. Numër 5. Numër 5 është Butrin Timeri, me 1.5 milion dëgjues mujor. Shkojmë. Konga më e dëgjume e Butrintit në Spotify është Dujëm, me mbi 60 milion dëgjime. Number 4. Nuk është befasi. Numër 4 është Dhurata Dora, me 1.7 milion dëgjime. Konga më e dëgjume e dhuratës në Spotify është Zamër, o Zamër. Shama dikosh? Shama? S'po më kujtohet melodia. Pe di veç titullin, po s'po më kujtohet qysh është soundi. Ja, menova që është pat manaj. Se menova që to, një tjetër e menova, heke nale. A e kalzova sa Zamër i ka 135 milion dëgjime. Numër 3, befasia përhershme, nuk e dia është mo befasi. Numër 3 vjen DJ Gimi O, me 2 milion dëgjues mujor. Për janar është i treti DJ Gimi O. Vazhdimisht është 1.7, 2 milion, që aty se cilin muj do me thonë i pandryshushëm është në top 10. Konga me dëgjume e DJ Gimi O është Habibi, e urejbre që emër, që term, që epitet, edhe që qa me i thonë kësoj, banalizim, gjusor, kisha me thonë, Habibi Albanian Remix, i ka plot 265 milion dëgjime, që e bre, cila është Albanian Remix, Habibi, pse se kum njën ma herët qëto. 265 milion dëgjime i pas ka njere. Për 2,
Artisti i dytë më i dëgjum në estradën shqiptare për gjatë muajit i janar është i përhershme normalisht. Ky është se është i pari ose është i dyti. Noise. Noise është i dyti, e tash konga më e dëgjume e Noise në historitë karrierës ti, do me thonë, në kanalin e ti në Spotify, është Toto me Raf Kamorën, i kom bi 125 milion dëgjime. Numër 1. Numër 1, artistja ma e dëgjume në Spotify për gjatë muajit janar, është Tajna, edhe këtë muaj, me 3.9 milion dëgjues mujor. Shout out Tajnës, bravo. Konga ma dëgjume e Tajnës në Spotify është si aj, tole majzi se aj, amore mixi me Marshmello, mbi 107 milion dëgjime. Hej, ka zënani, a është befasi, kush është befasi për juve në qëtë list, edhe kush menoni që duhet me konë qëtë list në bazë të perceptimit publik. Për ta e që ju ka befasu që në ko. Për ndryshon një më bërim pacolli me që ta më rëmgjinin këtë platformat, siguroni një follow me ma bon nëse ju pëlqen kontenti jam.